Tash e kemi shtetin policore instaluar në veriu e vendit, cili me siguri do të reagoj. Në anën tjetër, pse me bo diqka një anshme... Nëse muj me të ndërprej, qka në kupton për juve shteti policor? Se nuk po muj me kuptu ku po e shihni shtetin policor të instalum në veri. Është shteti policor... Qka dalon policia e Mitrovicës së Veriut prej policisë që është instalum në Prishtinë? Ne e kemi në Kreshnik një send cili për ne të dy kuptohet ndryshe. Brenda e komunitetit serbe, kur flasim, kur jetojmë në bazë ditore, në për kafeana, në për kafiqet, në për do klubët, ekziston një send që obligimi e shtetit e Kosovës është, edhe si pas kushtetutës, edhe si pas marrëveshjes e Brykselit edhe aneksave e Ohrit, që shumica e pjesëtarëve e policisë e shtetit e Kosovës në veriu e vendit duhet me konë nga komunitetet serbe. Momentalisht në 40%. Veç ka, momentalisht, ajo është veç propaganda nga Prishtina zyrtare. Jo janë statistika. Kone kemi policë që e kanë kry 15 ditë trajnime, 6 muaj trajnime, policë që nuk kanë asë një autoritet brenda e policisë. Shteti policor, në që brenda e atë stafin që e kanë hinë në projektin e braktisjes së institucionave, janë konë shumë njerëz nën kontrol e Mila Radojqiqit. Por e kemi pas edhe 1% e oficerve, cilat janë konë tepër korekt, në mënyrë profesionale, edhe në sytë e institucionat edhe komandës e policisë në Prishtinë. Pse ata njerëz nuk kthehen në punë? Te kthejmë çka është shteti policor në koncept. Shteti policor në koncept është që policia vendos për buxhetin, vendos për gjykatën, vendos për parqet, vendos për ujësjellsin, vendos për të gjitha. A ekziston kjo në veri? Kjo nuk ekziston. Rasti e fundit dje. Cila? Policia, pa autorizim e kryetarit e komunës, e ka nisë me erzimin e garazhave e do qytetarve në veriu. Të vendosura në pronë të? Këdale, në pronë e Trepqës. Regull është, krejt është me regullat. Por, pse ignorojmë... Se duhet komuna mu përzi të prona e Trepqës.